çfarë mund të themi për vajzat të cilat kanë akne vazhdimisht në pjesën e fytyrës? Janë ato aknet që i shqetësojnë edhe janë edhe për te i moshës adoleshencës së hershme apo të vonë? Çfarë na tregojnë për shëndetin? Shumë mirë e theksuam dhe këtë tematik të akneve, sepse shpeshherë hasemi me përgjigjen që aknet janë të moshës. Po, aknet mund të jenë një lloj shenje për një ovar polikistik. Dhe ajo që neve duhet kontrollojmë, pra është vezorja. Kështu që në kontrollin e parë të femrat, ajo që ne kërkojmë është nëse ka apo jo një ovar polikistik që reflekton të çrregullimin hormonal i cili paraqitet në pjesën e fytyrës. Apo ndonjëherë edhe tek akne rozaca, që kemi të bëjmë me Helicobacter pylori. Pra, kemi të bëjmë me një organ tjetër, siç është stomaku, dhe reflektohet edhe ai në pjesën e fytyrës. Aknet janë problematika të cilat mund të hasen në çfarëdo lloj moshe, duke filluar pra që të adoleshenca, dhe kjo nuk do të thotë që ne duhet i lëmë aknet të vazhdojmë procesin e tyre normal, pasi shpeshherë ato do të na shënjojnë dhe ditë jetës ato shenjat apo grobzat, të cilat nuk do të na zhduken, dhe për këtë arsye është mirë që të trajtohen. Dhe tek vajzat janë edhe një probleme dhe nga ana shumë i madh. Pikërisht, sepse duhet qenë se nga ana estetike, megjithatë këtë po përpiqemi të shpjegojmë që ne nuk kemi të bëjmë vetëm me estetik, që lëkura nuk është vetëm estetike, por është edhe një shëndet, sepse neve në këtë rast të akneve duhet të vlerësojmë ovaret, pra duhet të vlerësojmë atë çrregullim hormonal, i cili ka nevojë për një balancë hormonale, dhe në bashkëpunim me mjekun ginekolog ne duhet të stabilizojmë hormonet tek pjesa e femrave.